Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku ditën e sotme me mua Tyron Alilin, për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që në fakt kanë ngritur shumë dyshime, hamendësime, pikpyetje se çfarë po ndodh me çiftin më të komentuar të showbizit shqiptar. Do të ndalojmë të flasim për gjestin edhe për Eglin, për ndryshimet menjëhershme që kanë bërë ditën e sotme në rrjetet e tyre sociale. Duke u bazuar nga banorët të cilët kanë qenë pjesë e Big Brotherave të mëhershëm, një rast të njëjtë me gjestin e ka bërë edhe Romeo, por këtë do ta komentoj në një video më pas. Dua të ndaloj tek momenti kur Gjesti edhe Egli heqin të gjitha fotografit nga Instagrami. Tani, në post Big Brother, çifti treguan që janë shumë mirë mes njëri tjetrit, që po njihen me njëri tjetrin, që po krijojnë një lidhje të re, që po krijojnë një njohje të re, që kanë kaluar, kanë fjetur natën bashk, por siç duket kanë lënë shumë gjëra të kenë pikpyetje. Ditë më parë, do me thënë konkretisht natën e mbrëmshme, Gjesti e nxori fotografinë që e ka të vetme në Instagram, që do me thënë po tregon që është duke ardhur videoklipi dhe kënga e parë. Por njëkohësisht edhe shqiptarët filluan që të hamendësojnë se makina në të cilën vozitej Egli Tako në storin e Instagramit të saj është një makinë apo një xhirim i realizuar në pjesën malore të Tiranës ku Gjesti e xhironte videoklipin. Ndoshta fansat kanë arritur të kuptojnë këtë sekretin, por ditën e sotme fotografit të cilat janë hequr si nga Instagrami i Eglit, ashtu edhe nga Instagrami i Gjestit kanë lënë të nuk kuptohet shumë. Gjesti nuk ka patur një fotografi me Eglin në Instagram, por ka hequr apo ka fshirë të gjitha momentet e tij në shtëpinë e Big Brotherit, do me thënë ka hequr gjithçka që ka pas të bën me Big Brother, dhe njëkohësisht edhe Egli Tako kështu ka vepruar, ka fshirë të gjitha fotot, qoftë edhe fotot të dasmës. Sot rrjetet sociale u tronditën nga një veprim i papritur dhe krejt i befasishëm i Eglit edhe Gjestit, dy nga personazhet më të ndjekur dhe më të dashur të kohëve të fundit. Hoqën çdo fotografi dhe çdo gjurmë që tregonte lidhjen e tyre. Nuk ishte thjesht një heqje selektive e disa postimeve, por një fshirje e plot që përfshinte jo vetëm kujtimet e përbashkëta nga përditshmëria, por edhe momente të veçanta si martesa simbolike që ata realizuan brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ky veprim natyrisht nuk kaloi pa u vënë re. Fansat e çiftit, të cilët i kanë ndjekur, i kanë mbështetur dhe i kanë dashur në çdo hap të rrugtimit të tyre publik, janë të befasuar dhe të shqetësuar. Media sociale është përmbytur nga komente, pyetje dhe hipoteza. A janë ndarë Egli dhe Gjesti? Mos ndoshta është vetëm një provim për të tërhequr vëmendjen? Pse një heshtje kaq e thellë pas një dashurie kaq të zhurmshme? Të gjitha këto pikpyetje mbetën pa përgjigje të drejtpërdrejta nga të dy protagonistët. Nga dashuria në Big Brother te misteri jashtë, unë kështu jam munduar ta titulloj. Lidhja e Eglit edhe Gjestit nisi dhe u konsolidua brenda një prej ambienteve më të ekspozuara në vend, shtëpia e Big Brother VIP. Aty para kamerave ata ndan momente të thella emocionale, debate, ndjeshmëri dhe më së fundi një dasmë simbolike që preku shumë njerëz. Duket se lidhja e tyre, megjithse e lindur në dritën e kamerave, përfshiu sinqeritet dhe emocion të vërtet. Por pikërisht, ky ekspozim ka mundur të bëhet edhe një bar. Në një nga bisedat e fundit publike pas daljes nga Big Brother, Gjesti kishte shprehur dëshirën për të ruajtur lidhjen e tij me Eglin në privatësi. Dua të ruaj privatësinë time në raport me Eglin, tha ai, duke lënë të nënkuptohet se kishte një lodhje nga ekspozimi publik i marrëdhënies. Të paktën nuk kështu jam munduar ta sqaroj, sepse Gjesti tha që ne nuk duam të bëjmë lidhjen tonë publike. Është në rregull, por postoi foto me Gertën, Gerta Gixharin, domethënë ka bërë foto me të gjithë. Por tani, detajet që ne nuk mund t'i shpërfillim. Heqja e fotove nga të dy palët nuk është diçka që ndodh për një arsye të fortë, veçanërisht në kohën kur çdo postim ka një domethënie.
sidomos kur bëhet fjalë për personazh publik. Më e habitshmja është që gjesti ka fshirë jo vetëm fotot me Eglin, por edhe imazhe që lidhen me eksperiencën e tij në Big Brother, vendi ku kjo dashuri u lind. Kjo sugjeron një distancim të thellë, ndoshta jo vetëm nga lidhja, por edhe nga vetë kujtimet që ai ka ndërtuar në atë rrugtim. Nga ana tjetër, Egli ka fshirë fotot e dasmës dhe momenteve të dashurisë që ndan me ndjekësit e saj. Këto veprime nuk janë të rastësishme, përkundrazi mund të lexohen si një shenjë qartë se lidhja mes tyre është në një pikë kritike, nëse jo përfundimisht e mbyllur. Edhe pse Gjesti nuk është se ka patur shumë foto me Eglin, me sa di unë ka patur fare foto me Eglin, Gjesti në Instagramin e Gjestit nuk u postua asnjë fotografi nga dasma, nga momentet e dasmës, dhe në fakt dyshimet kanë qenë për këtë çift jashtë mase të mëdha. Nuk mungojnë as ata që besojnë se kjo mund të jetë një lëvizje e menduar, dëgjoni mirë, për të krijuar një tronditje mediatike, për të provokuar reagime, për të testuar publikun apo për të rikthyer vëmendjen në çift, që për muaj të tërë ishte në qendër të syve të publikut. Por ajo që i bën njerëzit të dyshojnë në një ndarje reale është fakti se nuk ka asnjë deklaratë, asnjë shpjegim dhe asnjë reagim nga të dy. Heshtja atyre flet më shumë se një komunikat, dhe kjo është ajo që i shqetëson më shumë ndjekësit, sepse për një çift që ka ndarë gjithçka me publikun, heshtja totale në një moment të tillë ndoshta është zhurma më e madhe që ata mund të bëjnë. Mbetet për t'u parë nëse ky është fundi një historie dashurie që u jetua në sy të publikut, apo një moment reflektimi që do të pasohet nga një rikthim, ndoshta në një formë private edhe më e matur. E sigurt që fansat janë të pikolluar, të lënduar dhe të hutuar. Ata që i panë si një çift frymëzues tani ndihen të zhgënjur dhe me të drejtë kërkojnë një sqarim. Ajo që mbetet është pritja për një fjalë, një postim, një sinjal, për të kuptuar nëse Egli dhe Gjesti po e përmbyllin kapitullin e tyre të përbashkët, apo po zgjedhin të mbrojnë më mirë, larg syve kureshtar. Do të dëshiroj që ta përkthej këtë histori dashurie në një moment interesant. Tani, këtu ka dy pika. Ose çifti vërtet është ndar, por në qoftë se Egli dhe Gjesti do t'je ndar, përse Gjesti duhet të fshi fotografitë dhe kujtimet nga shtëpia Big Brotherit. Ajo shtëpi që ja dha namin dhe imazhin Gjestit, por e kundërta në këtë rast, pse Egli duhet ta bëjë këtë veprimin? Dua të marr mendimin tuaj në këtë situatë të madhe që ka ndodhur.